Kryeministri Edi Rama ka vijuar takimin në Londër ku ka marrë pjesë në forumin Future Resilience Forum 2025. Rama tha se Shqipëria shumë shpejt brenda kësaj dekade do të jetë në Bashkimin Evropian. Për shqiptarët, Bashkimi Evropian është fe dhe 92% e njerëzve duan që vendi ynë të jetë pjesë e BE-s. Duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për ne, Bashkimi Evropian është aq shumë e po aq sa qishte për etërit themelues, një hapësirë paqeje dhe sigurie. Për ne në Shqipëri, Bashkimi Evropian është një fe. 92% e njerëzve duan që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe është e jashtëzakonshme sepse kemi një politik kaq të polarizuar sa është e vështirë të kemi të njëjtin mendim edhe sa shtora. Po kur vjen fjala për Bashkimin Evropian nuk ka asnjë dyshim, të gjithë duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama në vijim u shpreh se integriteti territorial i Ukrainës duhet të jetë i paprekshëm. Ai tha se ka një sëmrarveshjesh që mund të arrihen pa prekur kufit. Unë nuk besoj që në ndonjë formë a mënyrë, jo vetëm në Europë, por edhe në vende të tjera të rëndësishme të kësaj bote, Kina për shembull, do të pranohej ndryshim kufish, sepse ata e thonë të gjithë qartë që integriteti territorial i Ukrainës duhet të jetë i paprekshëm. Kështu, por nga ana tjetër, ka forma të ndryshme marrëveshjesh të cilat mund t'i çelin rrugën paqes apo në formën e një konflikti të ngrirë, pa pranuar asnjë ndryshim kufish. Gjithashtu për agresionin rus, Rama shtoi se për kaq vite që Ukraina ndodhet në luftë, është e çuditshme që Europa nuk ka një plan paqe të vetin.